Shikuesnderuar, pas këtij bloku të lajmeve tani e kthehemi në studio për të zhvilluar bisedën e paralajmëruar me nënkryetarin e Kuvendit të Kosovës, zotin Nenad Rashiq. Zoti Rashiq, mirë se erdhën në Info. Mirë se gjetë. Zoti Rashiq, a konsideroni që është konstituu Kuvendit tërësisht me zgjedhjen e juaj si nënkryetari i Kuvendit, sepse ka polemika ende që jo është bërë në formën e duhur, jo s'është bërë, jo përfaqësoni ju komunitetin serb, jo se përfaqësoni sepse një parti tjetër është më e madhe aty dhe ju se keni mbështetjen. Cila është e vërteta këtu, zoti Rashiq? Sipas me është konstituu, dhe edhe pse normal është që gjithmonë në politik, në veçanti ka dilema ose ka partit tjera të cilët konsiderojnë që ata kanë drejt më shumë ose një gjë e tillë, por megjithatë unë konsideroj që spari gjykata ose më mirë të them kushtetuesja nuk është shkel ose nuk ka ndodhur asnjë veprim jashtë rregullave sa i përket kushtetutës, sepse siç e thash prej fillimit, prej ditën e parë të kandidimit tim personal, kam thonë se kjo është brenda kushtetutës. E tani, kemi një situatë ku prapë po kërkohet një analizë që të bëhet në formë që nuk kontestohet që unë kam pas drejt një paraqitje e tillë sikur që kandidimi im që ka ndodhur, por është një pjesë të rregullores, të rregullave, të cilët në fakt janë në këtë aspekt kush e ka, të them kështu, drejtën ekskluzive nominimit. Kështu që unë personalisht po mendoj që jemi ashtu gjasët janë ose shansët janë gjysmë me gjys, do thotë çka gjykata e kushtetuese mund të vendosë që krejt ka qenë në rregull dhe kjo ndodhet pasi që është harxhuar të gjithë opsionet tjera dhe ju ne rikujtoj në votimin e parë, nëse kujtohet kur asnjë prej kandidatëve të listës serbe nuk i ka marrë votat e mjaftueshme dhe prap pastaj kemi shkuar në nxjerrjen e shortit dhe kjo është harxitur, që kemi harxitur si opcion, prandaj mbetet që institucionet duhet të gjejnë një zgjidhje ku nuk mund të bëhet krejt sistemi peng për shkak të nënthojse po them një nënkryetari të Kuvendit. Prandaj unë sa i përket vetes, po konsideroj që krejt ka qenë sipas rregullave, por megjithatë gjykata kushtetuese me siguri do të ketë mendimin e vet ose do të na prezanton. Nuk ishte thonë që deri në fund të kësaj javës, por në një javë tjetër ndoshta na prezanton cilat janë të gjetura. Megjithatë unë po vërtetën konsideroj që në këtë moment krejt është sipas rregullave, por megjithatë e mbaj një rezervë sepse nuk jam kompetent, e kemi ekspertët e cilët janë në gjykatë dhe ata do të vlerësojnë. Po, pikërisht sepse lista serbe është anku me njëherë pas zgjedhjes suaj në postin e nënkryetarit. Ata po konsiderojnë që ju nuk e keni mbështetjen e deputetëve të tyre, me që janë partia më e madhe që e përfaqëson popullin serb. Ata po thonë që ju nuk e përfaqësoni popullin serb aty sepse jeni një deputet dhe jeni propozuar nga shumica, themi. Në çdo formë që unë jam inkorporuar, ata do të janë kundër. Unë e di këto dhe e di që gjithashtu unë që 20 vjet jam në politikë, gjithmonë që kam dashur të prezantoj një opcion të moderuar politik, i cili është në një formë praktik, si më thon pragmatik, një politikë pragmatike dhe një politikë të ndërtuar institucionet me të cilat është vetmja mënyrë si mund të luftojnë për drejtat vete. Prandaj unë kam një qasje tjetër përkundër qasjes se ka lista serbe që krejt është nën ambrellën e Beogradit, në këtë rast jo në Beogradin, sikur një formë shumë më e gjerë në respektin kulturor, ekonomik, social, politik, por vetëm për një parti politike për të cilët unë e kam mendimin personal i cili nuk është i mirë absolutisht, se kemi rast ose fatkeqësi që të miremi me një regjim diktatorial i cili nuk ka në fjalorin e saj nuk ka konstruktivitet. Prandaj unë nuk kam asgjë kundër që lista serbe është kundër meje në thojza, por gjithashtu duhet të dinë se sa vota i kanë marrë kandidatët e tyre sa i përket propozimeve të cilët kanë pas në kuvend, ju rekujtoj që maksimumi i votave të cilët kanë pas është 10. Dhe kjo së bashku me përfaqësuesi Goran. Prandaj, nëse flasim për vota, për mbështetje, më mirë mos të him detajet sepse e humbin.
Po, me gjithat ata po thonë që nuk është nga ne jemi parti me madhe dhe do të thonë rregulloria e thotë kështu që do ta kenë shumicën, mbështetjen e shumicës së deputetëve të atij komuniteti që i takon, do thonë kësaj në këtë rast komunitetit serb. A është kështu? Apo ata po e thonë këtë vetëm pse ju nuk jeni në ndikimin, themi kështu në thojza të Beogradit. Kjo është arsye e parë, kjo që keni thonë, kjo e dytë është arsye e parë që nuk jam në ndikim, dhe jam autonom sa i përket politikës të cilët përfaqësoj. Siç thash më herët, unë e di, jo që vetëm jam i sigurt, por e di që 90% të serbët e Kosovës mendojnë njëjtin sikur që mendoj unë, po mos kishim pas ato sistemin e vrazhët, sistemin e gjysmëzit, të them ashtu, të cilit po diktohet nga anët e Partisë Progresiste të Serbisë, ne do të kishim pas një përfaqësim shumë ndryshe. Megjithatë, ligji thotë që ata kanë shumicën e votave ose në këtë rast 9 deputet, dhe prap po potencoj kushtetutia nuk shkeljet me emrimin tim ose me përzgjedhjen time. Megjithatë, rregulloria ka një e cila pak më shumë e tregon që drejtja e nominimit e ka lista ose të them ashtu partia më e madhe serbe në këtë rast. Nominimit, por nuk seriohet në asnjë vend ku ka, nëse nuk ka nominim, nuk kalon. Prandaj aty është interpretimi i gjykatës kushtetuese, të cilin unë po kam dëshirë që ta shoh kur bëhet një gjë e tillë, sepse nuk mund të bllokohet, sikur që kemi thonë, dhe unë kam qenë i pari që ka thonë, nuk konstituju, në momentin kur e kemi pas përzgjedhjen e të gjithë tjerëve, përveç nën kryetari nga radhët e Komunitetit Serb, unë i pari kam thonë nuk konstituju, sepse po duhet të ketë. E në këtë rast, nëse themi prapë në këtë lexim të rregullores, ku thotë të mund të kandidoj, nuk mund të nominoj një kandidat, por çka nëse ai kandidati ose asnjë prej tyre nuk e marrë votat 61 vot për të aprovohet, çka dohet pastaj? Nuk shërohet. Kuvendi s'mund të mbetet i bllokuar. Kjo është arsye bashkë saktë çka dëshirova të detyroj, se nuk mundeni ju që shkak të një nënthojse prapë, vetëm një nënkryetari i kuvendit të bllokohet krejt sistemi që nuk mund të vazhdojnë tutje as me qeveria, me shumë sende tjera kur e dini që krejt varet prej një nënkryetari. Prandaj absolutisht ka qenë dhe siç thash dhe në fillim, jo vetëm që ka qenë një veprim i duhur për zgjedhje nën kryetarit, por gjithashtu dhe LDK edhe një herë po them ka treguar një seriozitet politik dhe institucional, ku kanë votuar përkundër dallimeve që kemi në spektrin major politik në skenën kosovare, por megjithatë kemi tejkaluar këtë problem dhe unë e shoh këtë si një veprim i arsyeshëm, pavarësisht që gjykata kushtetuese, cilën unë respektoj shumë sa i përket punën e tyre, gjykatësve, por megjithatë nuk mund të debllokohemi vetëm për një element kushtimisht relativisht vogël të spektrit të sistemit kosovar. Një pyetje, themi hipotetike, zoti Rashić, si do të jetë reagimi juaj dhe veprimi i juaj në qoftë se kushtetuesja konstaton që propozimi nuk është bërë në formën e duhur, do thotë me që lista serbe po ankohet që nuk ka refuzuar që të bëj propozim, do thotë dhe me themi atë përgjegjësinë që ja ka dhënë me akt gjykimin e fundit kushtetuesja që nëse refuzon të kandidoj dikë, atëherë radha mund të kalojë tek tjetri dhe s'mund të mbetet i bllokuar. Cili është veprimi juaj? Po them hipotetikisht sepse nuk e dim, por në qoftë se merrni vendim që thotë nuk është bërë në formë duhur. Cili do të jetë? Do të jemi ndërheqje, do të vazhdoni të jeni apo si do të vazhdoni? Unë s'pari jam shumë i përkushtuar dhe konsideroj veten si një institucionalist serioz, i cili nuk e respektoj ligjet e përcjelli të gjithë ato vendime dhe jam ashtu i prapë po them përkushtuar që të respektoj krejt ato elemente. Megjithatë, çka duhet të mendoj gjykata kushtetuese dhe gjykatës? Nëse ndodhet për shembull, që të citohet rregulloria ku drejtën e kanë shumicën e deputetëve, çka nëse thotë drejtën ekskluzive e ka lista serbe. Për shembull, hipotetikisht, prapë ju keni thonë po patjetër, nëse nuk e dim, ne nuk mund ta dim. Nëse ndodh,
thot vetëm ko drejtë Partia më e madhe. Partia më e madhe. Në këtë rast dhe prap, okej. Kontestohet zgjedhja ime, prap erdhëm në votim. A po më tregoni që gjykata kushtetuese duhet të tregoj që ju duhet të votoni kandidatin e listës SRB dhe kur hyjmë në parlament prap ndodhet që kanë 10 vota, çka pastaj? Çka pastaj? Mbetet pa nën kryetar? Çka une po aludoj, po më mirë të them, po e lus gjykatës si gjykate kushtetuese, ta mendojnë mirë para se të vendosin, sepse kjo mund të krijon një hapësirë për precedent tjetër, që të mbetet pa nën kryetar serb fare, ose të hyjmë në një proces ku as ata, as ne, as kush tjetër në sistemin kosovar nuk e din çka duhet të bëhet, sepse nuk e ka parashoh, nuk e ka qenë e parapame nga ana të kushtetues. Prandaj besoj që ata din më mirë se unë në këtë aspekt si do të lexohet ose si do të interpretohet ai kushtetutja dhe besoj që nuk do të na sjellin me vendime të veta në një, ai të them ashtu, krize rrodhës ku as nuk kemi rrugdalje. Këtë rast kjo ka qenë sipas meje, ka qenë rrugdalje e krizës që kemi pas. Por nëse na sjell në një krizë tjetër e cila nuk shihet rrugdalje, atëherë konsideroj që atëherë gjykata kushtetuese nuk do të punonte punën e vet siç duhet. E ka bërë deri tash siç duhet punën e vet? Ka qenë, si më thonë, e tepruar kjo drejtimi për çdo gjë tek gjykata kushtetuese deri me tani? Shikoni, nuk kemi organ tjetër dhe une prej fillimit pasi që kam qenë aty, ju rekujtoj prej momentin kur është pall pavarësia e Kosovës, do të thotë prej 2007 dhe 2014 kam qenë ministër për punë dhe meqenje sociale dhe kom përcjell krejt të to proces. Dhe gjykata kushtetuese prej fillimit imponu sikur shumë një institucion shumë kredibil dhe shumë profesional, që unë pajtohem normalisht, dhe në atë aspekt është sikur një mbrojtësi i fundit, të them ashtu prapë në thojse se përket drejtat kushtetuese. Prandaj deri me tani konsideroj që kam bë punën e vet në mënyrë shumë profesionale, por ata në veçanti kushtetutja vet nuk ka qenë haq të zgjeruar në formë që mund të parashohin këto probleme, sikur që ne e kemi një talent që të komplikojmë sendet. Prandaj ajo kushtetutja nuk është në gjendje e tillë ku kanë mujt atëherit ku është aprovuar në 2008 që ti parasheh krejt këto sfida të cilët ne politikanë po normalisht po i krijojmë her pas here. Apo ndoshta s'ka vullnet politik, themi kështu për të zgjidhur edhe ato probleme që ndoshta s'ka nevojë të si më thon, të shkohet në gjykatë kushtetuese për çdo gjë. Nëse janë të lexueshme, drejtë dhe të kuptueshme në rregulluar të kuvendit, pse do duhet shkohet në kushtetuese për këtë që thoni që një kryetari takon komunitetit serb, por tani nëse një parti tjetër refuzon ose nuk i merr votat e duhura, pse duhet ndaloheni ju? Po, shikoni, çka konsideroj unë, sikur që është rasti këtu te na. Pasi që është, ai të them kushtimisht, kushtetutja është e re. Është të bëjë një kushtetut bazë, që ta parashojmë krejt këto sfida, siç thash, ato opsione, ato raste sikur që kemi sot, po na duhet një periudhë pak më gjatë, por në duhet një qeveri e ardhshme ose një mazhoranca e ardhshme që vjen, që të ketë fuqi, du të tretën veçanti, që krejt ato elemente të cilët kemi, për shembull, kemi identifikuar sot ose gjatë këtij procesi, që ti po ashtu inkorporojmë brenda kushtetutës, që ta dim herën tjetër që mos ta drejtohemi gjykatës për çdo 2-3 muaj, por që ta parashojmë krejt ato problemet të cilat janë që të mos të ndodhet komplikime në raste tjera. Prandaj, vullnet politik unë konsideroj që po bëhet edhe pa kurfar gjykate kushtetuese. Po bëhet ashtu me interesa politike, afatgjata, interesa të banorëve, por kur hyn në një barikadim politik të anave, të them ashtu akterëve të gjithë procesin, të gjithë spektri politik, atëherë po dëshiroj që të gjetet një mundësi sa do e vogël që është, që ta prolongohet procesi ose ta drejtohet ka, për shembull, interesa time politike, jo ka interesa të partive tjera shumë e rëndë. Prandaj, krejt to do të kishim mujt të rregullojmë nëse
do të kishim pas një ligji për kushtetutën, i cili e ka parapa to elemente për shembull që të mos të ndodhin, po t'i parandalojmë para se të ndodhin. Prandaj kjo për këtë po na duhet kohë, me siguri, dhe me siguri që po na duhet një moment në të ardhmen që të kemi 2/3 të dufishta të deputetëve, të cilët do të ndoshta potencialisht do të hynin në një proces të plotësim të ligjin për kushtetutën që mund të na siguron që këto sende nuk ndodhin në të ardhmen. Po, pritni që gjatë kësaj jave deri në fund të, si më thon, afatit kushtetues për propozimin e kabinetit qeveritar nga mandatari Zoti Kurti dhe planit qeverisës për kategoritë të dashme, gjykata kushtetuese të nxjerrë një vendim, ndoshta edhe për mos të përkohshme derisa të vendos në ankesën e listës serbe? Pasi që na ka mbet kushtimisht vetëm një ditë pune, që është nesër, unë nuk pres që do të ketë ndonjë mas përkohshme. Dhe por gjithashtu nuk jam tepër optimist sa i përket krijimin e qeverisë së re të dillën potencialisht. Ashtu që pastaj nuk di çka mund të ndodhë, të vërtetën, pas dillës, sepse nuk i di cilët janë herë e parë që të vërtetën dhe nuk kemi pas eksperiencë deri më tani që të hyjmë në këtë një fazë shtesë dhe për mua është gjithashtu një eksperiencë e re, gjithashtu edhe për shumë kolegëve të mi është një situatë e re dhe nuk mund të parashoh, por sa i përket këtë javë, po konsideroj që nuk do të kemi një masë përkohshme. Gjithashtu pastaj, dhe nëse ndodhet ajo masa, ose sqarim për shembull, vendimin e gjykatës kushtetuese, çka do thotë ajo, po na duhet, për shembull, nëse ndodhet për shembull, ai tash hipotetikisht, ju keni thënë hipotetikisht. Nuk ka masë përkohshme. Dhe përzgjedhet ose votojmë për një qeveri në të dillën. Javën e ardhshme, gjykata kushtetuese e vendos një masë ku thotë nuk është përzgjedhja legale të nënkryetarit serb. Çka do thotë ajo? Krejt procesi ka qenë jo në harmoni me kushtetutën dhe në konstituimi përzgjedhja e qeverisë krejt kështu me radhë, nuk besoj që edhe pse normali është që gjykata kushtetuese interpreton çka është aty, por megjithatë besoj që do të ishte një precedent ashtu bashkë level up që thuhet ajo, edhe më agresiv se sa cili do prej opsioneve tjera sa i përket që thash në fillim, nuk konsideroj që është shkel kushtetuta në asnjë formë me përzgjedhjen ime në pozitën e nënkryetarit, megjithatë kam një hapësirë, siç thash, për rregullorin që thotë që është diçka tjetër. Por megjithatë, unë po të kisha qenë në vendin e tyre, me siguri kisha vendosur që të vazhdohet në formë që e ka një strukturim të institucioneve, e ka një themelim të institucioneve të ashtu, sesa që të vendosit që të kthehemi krejt në fillim dhe prap po him një formë të ngerqit politik i cili është i parashikueshëm. Që do thotë nuk e di, prap nuk është, unë prap them, po flasim në mënyrë hipotetike, por e kam në përgjithësi e kam një besim tek gjykatën kushtetuese që do të vendosë në intereset të gjithë të këterve. Pse jeni skeptik që do të mund të ketë qeveri të re deri te diellën? Nuk i ka numrat, nuk i keni numrat, ju si më thonë, bashkëpunëtor i lëvizjes vendosje në këtë rast për të kriju qeverin, apo cila është arsyeja? Pse jeni skeptik që nuk do të ketë qeveri deri te? Arsyeja fillestare është që kështu, ju duhet të kuptoni se unë konsideroj se cili do formë angazhime politike, ne nga radhët e komuniteteve do të jemi mbështetës në formë ku ne nuk mund të jemi krijues të institucioneve. Ne jemi një faktor mbështetës, por nuk mund të kemi përgjegjësi më të madhe. Aty janë partitë politike shqiptare. Kështu që cilja do formë, nëse formohet qeveria, e cilja do të jetë përkohshme, për mua unë e konsideroj që nuk është mirë. Konsideroj se një
një planifikim politik ma afatgjatë është i domosdoshëm për Kosovë për të gjithë ne. Tu llogaritur dhe komunitetet të cilët gjithashtu jemi pjesë të proceseve. Prandaj, nëse ku e shohim tani, që ka unë e kom quajtur një barikadim politik, një bunkerizim, ku shumë herët parti politike shqiptare e kanë marrë do qëndrime të cilat janë ndoshta kontroverze, por shumë të fuqishme. Do qëndrime të cilat ndoshta sipas meje nuk është dashur që të kanë deklarime të tilla në fillim të procesit negociatave. Dhe aty e keni prej fillimit kur keni tu eliminu mundësi të bashkëpunimit në forme ashtu të teorike, ju pastaj sa do që ka zgjatë procesi ma gjatë, ashtu që ato qëndrime nuk janë ndryshuar. Nuk është dashur që të vim në pozitë ku deklarojnë parti politike që nuk do të përshpronojnë me partit politike tjera. Po këtë ka bërë edhe zoti Kurti, i cili ka dalë fituesi zgjedhjeve. Okej, nuk i kom nda unë prej partive politike. Kom thonë që e kanë Po në këtë rast i dashur që të ishte më i motër, sepse ai duhet të ishte si fituesi zgjedhjeve, duhet të ishte më i motër në kuptimin sepse do t'i duheshin partner, duke e parë rezultatin e zgjedhjeve. Normale, por nuk e kom nda ndonjë parti politik. Po, nuk thashë që keni nda, po unë po i pyes, a i shdash që t'jesh, domethënë, duke nisë nga Kurti dhe pastaj edhe të tjerë, sepse edhe liderët e ish partive opozitare kanë deklaruar që jo s'do të bashkëpunojnë me Kurtin, jo nëse e kemi na kryeministrin, të thotë, kanë vënë kushte edhe këta. Mirë po, të nisemi nga përgjegjësia, domethënë, më e madhe, ku lideri ose fituesi i zgjedhjeve e ka përgjegjësinë më të madhe dhe të shkohet te poshtë. Të gjithë kanë përgjegjësi, dhe kjo është normale, por megjithatë po kthehem aty në konkludim, nuk u dash që të bëhet një konstatim i tillë, kur tani ne kemi probleme, kemi sfidë si ta formojë qeveria. Prandaj, nuk e shoh as të them ashtu nga radhat e opozitës që ka një gatishmëri. Kur them që nuk jam tepër optimist, nuk do të thotë që nuk kam shpresë që mund të ndodhet një gjë e tillë, por megjithatë, po na duhet ta intensifikohet këto disa ditë, 2-3 ditë, që është e mundshme të veprohet një mënyrë që të krijohet një parti, të them koalicion, përndryshe nuk jam për një qeveri e cila ka 61 votë ose 62 votë, sepse konsideroj që kjo do të ishte një planifikim më të shkurt dhe nuk do të sjellë ndonjë stabilitet i cili na nevojitin këto rrethon në këto momente kështu me radhë. Prandaj konsideroj që mas paku 2 parti politike të mëdha të shqiptare duhet të janë brenda koalicionit që të formohet një kontinuitet dhe më shtu në veçantiv lidhur me sfidave të cilin në presin qoftë nga arenën ndërkombëtare o të arenën vendore, ashtu që bazuar në këto elemente nuk jam kaq shumë optimist, sepse siç thash më herët, kjo nuk është planifikim afatgjatë. Unë gjithë kisha përkrah ose kisha mbështet, sikur që kam thonë dhe më herët, iniciativat të cilët vijnë nga zotri Kurti, por megjithatë duhet të kemi bashkëpunëtor dhe nga radhat të parti tjera të mëdha shqiptare në këtë rast. Po, megjithatë, do të mund të bashkëpunonte. PDK-n e ka përjashtuar edhe lëvizjeve të vendosje, por edhe PDK-ja, që domethënë nuk do të bashkëpunojnë me njëra tjetrën. Ka mbetë vetëm LDK-ja. Mendoni që mund të ketë një koalicion? A ka pas takime, a ka pas ftesë, jeni në dieni për këto? Jo, nuk jem dieni. Vetëm çka lexoj prej jush, prej media, e ka një normalisht Kosova është e vogël dhe njihemi mes veti dhe normal që kemi do informacione ose gjusë informacione të them më mirë dhe e di që ka ndonjë komunikim në një nivel ashtu i mesëm, kishte thonë, jo në nivelin e lartë, por ndoshta po dëshiroj të besoj që kjo është përgatitje për terrenin sa i përket të kemi në nivelin më të lartë dhe ende kemi kohë, do thotë nëse po uleni me njerëz të cilët e din punën e vetë në aspektin e mirë, ju na nevojitet 24 orë, por megjithatë nuk jam i sigurt që krejt parti politike kanë dëshirë që të shmangim zgjedhjet sikur që komune. Prandaj qërim këto ditë nuk është larg, por megjithatë unë nuk jam tepër optimist. Po, kur thoni që ka takime ose me niveli mesëm, çka do thoni me këtë?
të nënkryetarëve, të deputetëve mes veti. Kjo është, si që thash, gjysma informacion. Pikërisht, po, mbi ato po the po flasim. Në nivel i cili është më shumë individual se sa zyrtar. Adeni, këto që po organizohet tani është përgëditje e terrenit eventual në momentin kur kthehet zotëri Kurti, kjo është sot mos gabosha, sot pas dite. Dhe konsideroj që këto informacione të cilët janë mbledhur atë temë ashtu këto ditë do të përdoren sa i përket inicimin të bisedave me parti politike tjera, se normali është si ju keni drejt, si fituesi i zgjedhjeve zotëri Kurti dhe si mandatari në veçanti tani, e ka obligim që ti takoj, të vizitoj, të bisedoj me këto akterë që janë aty dhe çka mund të temë shtu konkludohet pas ato takime, do të shohim. Ka, sepse edhe nga komunitetet ka, si me thonë, hezitime për të bashkëpunuar ose për të hyrë për të votuar qeverinë. Nuk e vetëm shqiptarët, dhe partitë shqiptare. Divizia Vendosje ka përjeshtu disën serbës që nuk dëshirën të bashkëpunojnë me të, pastaj po edhe nga partitë tjera jo serbe ka, si me thonë, hezitim dhe ka e sheni ju si me thonë një vështirësi edhe tek komunitetet për të qenë unik për të qenë pjesë të qeverisë Kurti 3? Jo, nuk e shoh ndonjë hezitim, por përveç të Adem Hoxha dhe Duda Balje. Por që janë dy vota dhe mund... Po, mund të ndikojnë normalisht, po nuk mund të ndikojnë, por megjithatë, pas që keni përmend listën serbe, që të kuptojmë krejt veprimet e cilët dhe në të kaluarën kemi pa prej listës serbe, por në veçanti 2-3 vitet fundit, një eskalim të destruktivitetin ose qasje destruktive ndaj sionit të Kosovës, keni mujtë të shohni dhe ju vetë nga lista serbe dhe në atë aspekt me të vërtetën besoj që është vështirë të bashkëpunohet me një strukturë e tillë, të cila e bën krejt kundërta. Dhe nuk flas tash është Serbia shqiptari, por vetëm një palë e cila duhet të jetë një bashkëpunëtori brenda një sistemi kaq i rëndësishëm sikur që është qeveria, të punonte në aspektin krejt kundërteje, është besoj që nuk absolutisht nuk vlen bileta mendohet që të bëhet një gjë e tillë. Dhe në aspektin shtesë keni zotrin Hoxha, i cili është normali që e ka një eksperiencë të gjatë dhe e dim që ai është që shtohet ajo sikur ndonjë njeri kryesor se përket gora dhe atë pjesë i cili udhëhiqet do institucionet nga ana të servisë, ai është aty njeri kryesor, prandaj e kanë do eksperjenca të cilat janë dihet afatgjata dhe kështu me radhë, prandaj bashkëpunëtori shumë i ngushtë i listës serbe, ku nuk pres që ndonjë qasje tjetër përveç e njëjtës sikur që koalista serbe mund të paraqitet në cili do formë në parlament ose në qeveri, dhe që është najfar me logjikën që keni thonë përjashtim dhe Ademit. Duda Balja ka pas ai kërkesë për këtë komunën e re, nuk e di as procedurën që thonë vërtetën, unë një moment para do 10 vjet dhe unë kom prezantuar një ide për një komunë e re dhe megjithatë ka mbetë kështu sikur një ide. Me siguri ka do procedura, sa më kujtohet ka disa hapa të cilat duhet të marrin spari ai timi vlerësues, ashtu timi përgatitor sa i përket një komunë, analizë që të bëhet, justifikim të situatës sa mund të bëhet të nuk mund të bëhet, kështu me radhë. Kështu që ai si element nuk është i pamundur të them krimin e një komune re, por varet prej vullneti politik normale dhe varet gjithashtu dhe nga besueshmëria ndaj atij deputetin këtë rast, ku a mund të llogaritet që këto elemente strukturore, të them ashtu në këtë rast në komunë, mund të përdoren për të mirën e qytetarëve, sepse po ju them këtë për një arsye. Për shembull, po them komuniteti serb ka formu do komuna të reja, sikur që janë për shembull Klokoti, Novobërd, keni Partesh, Rani Lugun, dhe disa prej atyre komunave janë absolutisht gjysmë funksionale, sepse nuk kanë hyre vetënake, e kanë vetëm një buxhet minimal, nuk i kanë kapacitetin njerëzor që të përdorin
investime ose donacione prej qeverisë. Prandaj po ju them këtë sepse nuk është plotësimin e endrave formimi në një komunë e re, por është shumë çka që duhet tjetër të keni që të ajo komuna që të jetë funksionale. Prandaj një proces i gjatë për të cilin tani nuk kemi kohë që të analizojmë. Megjithatë, kjo siç keni llogarit, në këto forma, edhe në këto forma, nëse nuk llogaritet në Adem Hoxhën, i cili lirisht ose ashtu e ka qatë orientim ka listës sërve, krejt e ta tjerët janë potencialisht absolutisht të gatshëm që ta votojnë qeverinë Kurti. Dhe sipas këtyre numrave, zoti Rashiq, po i bën që në qoftë se nuk vjen LDK-ja ose nuk bashkëpunon me vetëvendosjen, po i bie që vetëm me nismen nuk mund ta bëni qeverinë duke munguar edhe këta dy deputet që ju i përmendet tani. Do thotë, po edhe nëse janë edhe këta dy deputet, është me 61 vota, që ju nuk po preferoni që t'jetë, do më thonë, një deputet vendos për gjithë shka. Mendoni që LDK-ja do t'jetë partnere? Pune, kom thonë dhe ma eret... Apo po i shihni zgjedhjet shumë më tafërta se sa qeverinë Kurti 3? Kur thash që nuk jem optimist, edhe pse duhet të kuptoni, zgjedhjet për partit vogla, sikur që jemi ne, janë shumë ma sfiduesi se sa për partit të ndaja. Ashtu që ne po dëshirojmë tonë çdo moment që është e mundshme që t'i shmangim zgjedhjet të tilla, zgjedhje parakohshme. Në veçanti kur i kemi pas dy parë të zgjedhjeve këtë vit dhe tash na duhet me pas edhe një parë që është të mërshme. Po vlas nga aspekti kapacitetet njerëzore, kapacitetet njerëzore, organizim politik, organizimi aty në ato komuna të vogla ashtu me radhë është e sfiduese, besoni. Dhe por megjithatë unë kam thënë më herët që ma e preferueshme për mua personalisht. Unë jam vetëm një deputet, nuk mund të flas në emër të deputetëve tjera, që një koalicion VV-PDK, LDK në këtë moment kishte qenë ashtu, kishte krijuar, kishte thonë një seriozitet shtesë institucional, gjithashtu është krijuar një autoritet ndërkombëtar ashtu pak më i fuqishëm. Kjo them për arsye se kur i keni qeveri e cili është stabile, e cili mund të vazhdojnë të armën, bidje mas paku 2-3 ose eventualisht 4 vjetë, që t'i vazhdojnë t'i prezenton interesat të Kosovës, është një partneri shumë ma adekuat dhe partner ndërkombëtar, po një vetëm shumë ma komod për biseda dhe në veçanti për planifikime strategjike. Kështu që në këtë aspekt, të shikuar krejt elementi që kemi deri më tash kemi analizuar, një koalicion i tillë, sipas meje, kishte qenë e mirë për Kosovën dhe në fundit e mirë dhe për në këtë rast të dyjet partit politike. Ju votoi LDK-ja një pjesë të paktën, sepse kishte edhe deputet të tjerë LDK që nuk ju votuan për nënkurator. Ndërkohë PDK-ja votoi, domethënë abstenoi në votimin e juaj. Si e keni parë ju këtë, sepse keni bashkëpunuar me PDK-n, keni qenë ministër i Thaçit në kohën e qeverisë kur udhëheqej nga zoti Thaçi. I pyetët pse nuk ka dhënë votën? Normalisht që duke nisur prej Memnit, shumë deputet tjerë të brenda PDK-s kanë qenë kolegët e mi ose po njihemi ashtu në aspektin zyrtar, aspekti personal, privat, si kjo vjen normalisht që kur pini kafe me do individet brenda 20 vjet, 10 herë dhe normale që ka një komunikim. Dhe normali që kom biseduar dhe jo vetëm me kryetarin e PDK-s, por dhe me tjerët para se të votohet, po flas në aspekti atë votimin që ka dështuar, ndoshta 2-3 muaj, para 2-3 muaj, dhe PDK-ja atë kohë ka pas një qëndrimi i fuqishëm se kjo nuk është pjesa kushtetuese, ose të them shkeljet kushtetuesja nëse votohet. Dhe une çdo kohë jam përpiqur që t'i shpjegoj që në këtë aspekt nuk shkeljet sepse ka drejt, rregullori është në pyetje, sikur që biseduam pak më herët mos të përsëritim. Megjithatë, edhe pse besoj që ka një komunikim ashtu direkt individual me kolegët e mi, prapë një vendim i prerë në fund ka ndodhur
të PDK-s si parti politike ka qenë mos të votuajt. Edhe pse kur thash edhe votim ose mos votim është një deklarat politik, se normale që në kuvend çdo që e bëni ose nuk e bëni është deklarat politike. Prandaj në atë kohë, sa e kom pa, PDK nuk ka votuar fare. As abstenim nuk kanë qenë, që për mua është ma kontroverze se sa votuar kunder bile, por mos të jetë pa votuar fare. Ashtu që në votimin e fundit ka qenë abstenim dhe prapë nuk konsideroj që kom merituar unë si person, por kuptoj nëse nga aspekti politik po mendojnë që mbrojnë ndonjë parim politik të cilit ka qenë prezentuar ndoshta në fillim të krizës, dhe kjo që përmendëm dhe pak më herët, shumë partit politike edhe pse kanë një eksperiencë të gjatë dhe ndoshta kanë resurse dhe i kanë ato kapacitete njerëzore, prapë në mënyrë kishte thonë ndoshta një formë të ngutshëm e kanë marrë një qëndrim i cili e ka bo një blokadë ose një bunkerizim, si që thash pak më herët, sa i përket manevrimit ose sa i përket fleksibiliteti i cili duhet të jetë një prej elementeve në bisedat politike. Prandaj, krejt këto një tërgim i gjatë, po ju thash, gabimi është që është barikadu ato qëndrimet të cilat kanë qenë të ngutshëm sipas meje dhe nuk e dalë këtu cilat parti politike, por të gjithë parti politike shqiptare kanë pas do qëndrimet të ngutshëm në fillim dhe tani nuk ka retreat, që të edhe jo. Nuk ka momenti tërheqës prej asaj politike, sepse ka kaluar shumë kohë. Nuk ka këthim brapa. Krejt po mendojnë nëse tërhiqen, nëse lëvizin prej atë qëndrim politik që e kanë treguar para 6-7 muaj, do të humbin në aspektin e autoritetit të politik. Nuk pajtohem që është këtë rast, por me gjithë të ata e parti politike të cilë kanë interesa të cilët po konsideroj që i përfaqësojnë ashtu siç duhet. E kam pyetjen e fundit, zoti Rashish, për shkak edhe të kohës, e përmendet që jeni po mundoheni të shmangeni zgjedhjeve për shumë arsye. Po mendoni që nëse shkojmë në zgjedhje, lista serbe do të mobilizohet edhe për të mos ju bërë mos të bëheni ju deputet më, po them në aspektin e votave, duke ftu qytetarët serb të mos ju votojnë, edhe ju mund të rrezikoni që të bëheni edhe deputet? Pa krejt është e mundshme, tash kemi pa zgjedhjet lokale, kemi pas para një javë, 2 javë, dhe edhe pse ne kemi pas një feedbackun me thonë prej qytetarët shumë pozitiv, se krejt to sende që kemi bërë në veçanti 2 vit të fundit, prej momentin kur jemi bërë ministër une, ku kemi hapë ministrin sa i përket transparencës, sa i përket projekteve të cilet shumë kemi drejtuar të qytetarët, dhe ne kemi pas një feedbackun pozitiv. Por, si kur çdo herë deri me tani, atë invazion, dhe qëtë metodologjia sistemin e vrasht, i cilin këtë element përdoret krejt mekanizme që kanë me shumë para, me shumë fuqi institucionale, me shumë metodat të ndryshëm kërcënimit, intimidimit, shantazhe, kështu me radhë, kemi konkluduar që këtë metodologjia, derisa ka këtë strukturë politike të udhëheq institucionet e Serbisë, nuk do ndryshohet, përkundërzi, çdo zgjedhjet ose çdo me thonë votimi i radhës po bëhet edhe më brutal. Prandaj, do të jetë sfiduese në cilë do për aspekteve që keni përmend. Megjithatë, ne kemi pas tërësi, edhe pse kemi garuar në 6 komuna prej 10-ve, nuk kemi garuar në krejt komuna, por me përqindje e kemi përdo 30% ma shumë vota se sa kemi pas në zgjedhjet parlamentare në fillim vitit. Prandaj, ne mund ashtu të jemi optimist sa i përket tendencë të rritjes e numrin e votave, por megjithatë mbesoni sa nerva duhet të keni që të kaloni këto invazionet të cilat po organizohen nga një sistem shumë i gjerë, shumë ma i pasur, shumë ma i koncentruar për një oponent. Shikoni kur koncentrohet ka sistemi madhve në një oponent, sikur që jam unë edhe bashkëpunëtorët e mi,
ju e dini që do të jetë sfiduese që ta dalni në fund që ta fitoni Ulsin pasi që krejt metodat që e përdorim. Prandaj po konkludoj, ne kemi hapësirë për optimizëm, por gjithashtu po e kuptoj çfarë punë po na pret nëse kemi zgjedhjet prapë. Zoti Rashesh, të falenderoj shumë që ishe sot në InfoD. Një lutë. Shikues nderuar, ne vetëm pas një shkputje shumë të shkurtër do të kthehemi me pjesën e dytë të emisionit.